Gaforja. Dashuria. Nëntori për ju, të dashur gafore, është një përqafim i ngrohtë që ngroh zemrën. Në marrëdhëniet romantike për shenjën e gafores, shfaqen thellësi emocionale dhe surpriza të ëmbla. Nëse jeni në një lidhje, do të ndjeni një dëshirë të fortë për të mbrojtur dhe ushqyer lidhjen tuaj. Momente të thjeshta si gatimi së bashku ose shikimi i fotove të vjetra familjare do të forcojnë intimitetin tuaj. Partneri juaj do ta vlerësojë ndjeshmërinë tuaj dhe aftësinë tuaj për të dëgjuar me zemër. Nëse jeni beqar, mund të takoni dikë në një mjedis mikpritës dhe familjar, ndoshta gjatë një takimi mish ose në një vend të dashur për ju nga e kaluara juaj. Çfarë emocionesh keni fshehur deri më tani? Yjet ju ftojnë të hapeni me besim, të tregoni brishtësinë tuaj, mund të tërheqë njerëz që ju kuptojnë vërtet. Në dashuri, këshilla praktike është të komunikoni nevojat tuaja butësisht, një bisedë e sinqertë, zemër më zemër, ndoshta mbi një filxhan çaj të nxehtë, do të zgjidhë çdo keqkuptim dhe do t'ju bëjë të ndiheni të dashur dhe të kuptuar. Shëndeti. Mirëqenia juaj këtë muaj varet nga harmonia e brendshme. Ju jeni një shenjë uji, gafore, dhe ashtu si uji, ndikoheni nga fazat hënore dhe emocionet që ju rrethojnë. Për të ruajtur vitalitet të lartë, kënaquni me ritme të qeta dhe të qëndrueshme. Një gjumë i mirë natën dhe një rutinë me ushqime të vogla ditore, siç është një banjë e ngrohtë në mbrëmje ose një shëtitje jashtë pastite, do t'ju ndihmojnë të çlironi çdo tension. Shmangni kafeinën e tepërt ose netët pa gjumë, trupi juaj kërkon mirësi dhe rregullsi. Emocionet tuaja gjithashtu kanë nevojë për ushqim. Mbajtja e një ditari ose ndjekja e një hobi krijues mund ta qetësojë mendjen tuaj dhe t'ju jap energji të ri për të rirë. Këshilla shëndetësore është të dëgjoni mesazhet e trupit tuaj. Nëse ndjeni nevojën për pushim, nderojeni atë pa faj. Duke u kujdesur për veten me dashuri dhe durim, do të arrini në fund të muajit me energji dhe qetësi të ri për të rirë. Puna. Në vendin e punës, nëntori ju fton të dilni nga guaska juaj dhe t'i tregoni botës vlerën tuaj. Suksesi profesional i gafores gjatë kësaj periudhe buron nga një kombinim i intuitës dhe përkushtimin. Keni punuar shumë, shpesh në heshtje, dhe tani mund të merrni njohje të papritura ose një propozim që shpërblen besueshmërinë tuaj. Mos i nënvlerësoni idetë tuaja. Edhe nëse trupi ndonjëherë ju pengon, ajo që keni për të thënë mund të përmirësojë një projekt ose të zgjidhë një problem për të gjithë ekipin. Negociatat mund të ngecin ose çështjet e vjetra burokratike mund të rishfaqen, por adresojini ato me qetësi, keni të gjitha burimet për t'i menaxhuar ato. Çfarë doni vërtet të arrini me karrierën tuaj? Reflektimi mbi këtë pyetje do t'ju ndihmojë të kuptoni se ku të ndërmerrni hapat tuaj të ardhshëm. Si një këshill praktike, mos keni frikë të kërkoni mbështetje ose këshilla nga kolegë të besuar. Duke bashkëpunuar dhe duke treguar anën tuaj njerëzore edhe në punë, do të gjeni aleat të vlefshëm dhe do të arrini rezultate më të forta. Rruga shpirtërore. Ujërat e thella të shpirtit tuaj janë në trazira pozitive këtë muaj. Në rrugën shpirtërore të gafores, nëntori është një kohë për të rilidhur me veten dhe bindjet tuaja. Mund të ndjeni nevojën për të krijuar momente vetmi aktive, siç është meditimi në dritën e butë të qirinjve ose thjesht të qenit në heshtje dhe të dëgjoni ndjenjat tuaja. Njohuri të rëndësishme mund të shfaqen në ëndra ose në ato momente të qeta kur i lini instinktet tuaja të flasin. Nëse keni një praktikë shpirtërore ose fetare, do të gjeni ngushëllim të madh duke e ndjekur atë me përkushtim të ri për të rirë. Përndryshe, edhe ecja në natyrë ose shikimi i qiellit me yje mund t'ju jap një ndjenjë të thellë paqeje dhe përkatësie ndaj universit. Këshilla shpirtërore për ju, gafore, është të lini mënjan frikërat dhe mëritë e vjetra. Imagjinoni të vendosni një barë të rëndë dhe të lehtësoni zemrën tuaj. Në këtë udhëtim të brendshëm, ndjeshmëria juaj është udhërrëfyesi juaj më i besueshëm. Dëgjojeni atë pa frikë dhe do të zbuloni brenda vetes një forcë të qetë që ndriçon rrugën tuaj. Qëllimi juaj i muajit. Në nëntor, qëllimi juaj është të kultivoni sigurinë emocionale dhe vetbesimin. Keni një zemër të madhe dhe intuit të fuqishme, përdoreni ato si busull për të lundruar në mundësitë që ofron ky muaj. Mësoni të mbroni ëndrat tuaja pa hequr dorë nga ndarja e tyre me ata që i meritojnë. Duke vepruar kështu, do ta përfundoni nëntorin më të fortë në rrënjët tuaja dhe gati për të lulëzuar në fillime të reja, të rrethuar nga dashuria e sinqertë që ju nevojitet dhe të dini si t'ia ktheni me gjithë zemër.
Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.